Ish portieri i Gjermanisë dhe Manchester Cityt A.K. Imel ka rrëfyer historinë e rënimit të tij financiar pasi humbi mbi 11.5 milion euro në Bixhoz, duke kaluar nga jeta luksoze në varfëri ekstreme. Karriera e Imel zgjati nga viti 78 deri në 97, ku ai shkëlqeu me fanellën e Borussias së Dortmundit dhe Stuttgartit në Gjermani, duke fituar Bundesligën dhe duke përfaqësuar Gjermaninë perëndimore në 19 ndeshje ndërkombëtare. Ai ishte pjesë e skuadrës që fitoi kampionatin evropian 1980 dhe mori pjesë në 2 kupa bote si portier rezervë. Por jeta e 64 vjeçarit sot është krejt ndryshe. Në gusht, një gjykatë gjermane e dënoi me 2 vite e 2 muaj burg, pasi nuk kishte kthyer më shumë se 100 kredi bankare. Ai ende nuk e ka nisur dënimin dhe aktualisht jeton në banesa sociale në qytetin e tij të lindjes, ku punon vullnetarisht si trajner portierësh për të rinj lokal. Në dokumentarin gjerman Gjermania e varfër, Imel tregoi për rënien e tij dramatike dhe hapi derën e apartamentit të vogël ku jeton sot. Ai pranoi se nuk e pastron kurrë shtëpinë sepse ka humbur çdo motivim, por shpreson që një ditë të rikthehet në një jetë më të mirë. Më parë fitoja miliona, por tani jetoj me vetëm 489 euro në muaj. Shteti ndihmon njerëzit që janë në nevojë dhe duhet ta pranoj se pak të ndihmë nuk do të mbjetoja, tha Imel. Kam humbur mbi 10 milion euro në kumar, më trajtonin me privilegje kudo që shkoja. Restorantet më jepnin tavolinat më të mira, shitësit e makinave më bënin ulje, pagat më rriteshin çdo vit. Kur u transferova te Manchester City, fitoja gati 1 milion euro në sezon, por pasuria u shua shpejt, u divorcova, fëmijët duhet të kujdeseshin siç duhet, pastaj bëra investime të këqija në pasuri të paluajtshme dhe dhurova shumë para. Ne nuk kursyem kurrë për asgjë, përfundoi ai, duke treguar me nostalgji disa fotografi të vjetra nga koha kur ishte një yll i futbollit evropian.